të dielën në mëngjes do të bëhet shpërndarja e tyre për në qendrat të votimit. Si masë drejt për drejt e cila është ndërmarrë nga KQZ është vendosja e kamerave regjistruese në çdo vend votim. KQZ po bën përgatitjet që më 12 tetor të publikohen rezultatet preliminare të kandidatëve për kryetar të komunave dhe të subjekteve politike. Gjatë kësaj periudhe 4 mujore, KQZ ka përgatitur procesin zgjedhor sipas përgjegjësive që dalin nga ligji për zgjedhjet e përgjithshme, ligji për zgjedhjet lokale dhe aktet nënligjore të KQZ-s. Në fazën e fundit përgatitore do të bëhet shpërndarja e materialit zgjedhor, përfshirë fletë-votimet, të cilat fillimisht do të dërgohen në qendrat komunale të numërimit, që janë të vendosura në çdo komunë dhe nga aty të dielën në mëngjes do të bëhet shpërndarja e tyre për në qendrat të votimit. Si masë drejt për drejt e cila është ndërmarrë nga KQZ është vendosja e kamerave regjistruese në çdo vend votim, në 38 qendrat komunale të numërimit dhe në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Vendosja e kamerave regjistruese bëhet me qëllim të garantimit të sigurisë së materialeve zgjedhore dhe ruajtjes së integritetit zgjedhor të procesit votimi dhe numërimit të fletë-votimeve. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, numërimi i fletë-votimeve të zgjedhjeve për kryetarët e komunave dhe të subjekteve politike duhet të bëhet në vend votim pasi të përfundojë procesi i votimit. Prandaj, KQZ po bën përgatitjet që më 12 tetor të publikohen rezultatet preliminare të kandidatëve për kryetar të komunave dhe të subjekteve politike nga zgjedhjet për kuvende komunale. Gjithashtu, gjatë zhvillimit të ditës së votimit në orare të caktuara, do të publikohen edhe të dhëna për pjesëmarrjen e votuesve në zgjedhje për secilën komunë të detajuar për çdo qendër votimi dhe vend votim.